Izaldin al-Haddad, i njohur edhe si Abu Suhaib, është sot një nga figurat më kontroverse por përcaktuese në Hamas. Për dekada të tëra është larguar nga vëmendja e publikut duke ndërtuar një reputacion si një komandant ushtarak i padukshëm. Ky angazhim për një profil të ulët dhe paraqitje minimale publike i ka fituar atij nofkën fantazm ose hije al-Qassam. Zgjedhja e tij për të mbetur pothuajse i padukshëm, por në të njëjtën kohë absolutisht i pranishëm në strukturën komanduese të organizatës xhihadiste, e bën atë një figurë mitike në imagjinatën kolektive të Hamasit. Karriera e tij filloi në nivelet më të ulta të hierarkisë ushtarake. Me kalimin e kohës ai mori përgjegjësi në kompani, batalione e brigada, duke u ngritur metodikisht në maj. Një moment i rëndësishëm ndodhi në vitin 2021, kur ai u emërua komandant i brigadës së qytetit të Gazës. Në një kohë kur Hamasi po përpiqej të rindërtonte forcat e tij luftarake, komanda e tij shihej si thelbësore për ruajtjen e kohezionit. Pas vrasjes së synuar të Ahmad al-Gadur në nëntor 2023, al-Haddad mori kontrollin edhe në rripin verior të Gazës, duke zgjeruar ndikimin e tij në një nga zonat më kritike të konfrontimit me Izraelin. Në vitin 2025, me sulmet e suksesshme nga ushtria izraelite që në thelb janë shkatruar udhëheqjen e linjës së ashpërt të Hamasit përfshir Shinwar, ai doli si udhëheqësi kryesor ushtarak i Hamasit në rripin e Gazës. Pyetja që ngrihet është nëse al-Haddad do të jetë në gjendje ta shndërrojë rezistencën e tij në fushën e betejës në kapital politik. Nga njëra anë, presioni brenda Gazës është i madh me popullsinë civile që vuan kosto të pallogaritshme. Nga ana tjetër, mbijetesa dhe rindërtimi i strukturave luftarake të Hamasit varet kryesisht nga kapaciteti i tij organizativ. Nëse ai vazhdon në rrugën e përçarjes së plot, Gaza do të mbetet e zhytur në një luftë raskapitëse me një rezultat pasigurt. Nëse përkundrazi ai vazhdon me lëshime taktike, ai do ta bëjë këtë vetëm me kusht që Hamasit mbetet gjallë si një entitet ushtarak dhe politik. Sidoqoftë, sot varet nga vendimi i tij nëse plani amerikan i paqes që i është dhënë Hamasit që nga e hëna e kaluar do të pranohet. Në thelb, ai e gjen veten në një pozicion më të vështirë se çdo paraardhës i tij, pasi është në duart e tij ose të vazhdojë vdekjen e civilëve palestinezë ose vdekjen politike dhe ushtarake të Hamasit, të cilit i ka shërbyer për dekada të tëra.